Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ditëve të fundit, duke qeli iftar bashku me xhamatin, me besimtar, me familjar ton, më ra në sy një gjë, po edhe në xhami duke shku me fal taravin dhe deshta të bëj një përkujtim për gjithë besimtarët. Këtë vit, për shembull, sot ka qenë iftari në ora 17:25 minuta, 5:25. Kurse nga ana tjetër, për të qenë lehtësim për besimtarët taravia, në Shkup dhe rrethina u sjell vendimi që 2 orë më vonë të falet namazi i taravis. Disa besimtarë mendojnë se është shtyje edhe koha e namazit të akşamit, kështu që një pjesë prej tyre e vanojnë namazin e akşamit dhe e falin pak para se të fillojnë faljen e namazit të taravis nëpër xhamia, gjë e cila është fetarisht gabim dhe nga gabimet e mëdha. Namazi i akşamit e ka kohën shumë të ngushtë. Andaj nuk duhet të mendojnë se është shtyje edhe koha e të drejtës së faljes së namazit të akşamit. Namazi i akşamit e ka kohën e vet dhe mbetet në kohën e vet. Dhe asesi nuk lejohet që akşamin me fal 2 orë më vonë apo 1 orë 50 minuta pak para se të falim namazin e taravis, siç vërejmë nga disa besimtarë që ndoshta pa dije e bëjnë këtë gabim. Më mira do të ishte dhe ajo që obligohemi të e bëjmë na fetarisht është që pasi që të qelim iftar, të mbarojmë iftarin, më njëherë të falim namazin e akşamit e pastaj vazhdojmë me ushqime tjera apo me ndeje tjera apo me kohën e lirë sido që dëshiron çdo kush prej nesh të e kalon. Zotin e lut që Allahu të na e pranon çdo ditë agjërimi që jemi duke bë. Allah të na mundson që të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në faljen e namazit dhe Zotin e Madh e lut që të na e pranon gjithëve edhe namazin e taravive që e falim dhe praktikojmë këtë sunet të madh gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Zoti ju shpëlbej dhe ju bekoftë. Elhamdulillahi rabbil alamin.